Besa, ku do qeni mirë mbrëma dhe mirë se vini në emisionin Mysafir në studio. Sonte në kuadër të emisionit Mysafir në studio kemi të ftuar kryetarin e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, zotëri Ramush Haradinaj. Bashkërisht do të bisedojmë për të gjitha aktivitetet e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, më pastaj prioritetet e kësaj partije dhe po kështu natyrisht vendimet ose mendimet si parti opozitare e bashkë me të nuk do të harrojmë për të biseduar pak edhe për veteranët e luftës së ushtrisë shërimtare të Kosovës për faktin se Ramush Haradinaj është ish komandant i zonës Dukagjinit. Po kështu të gjitha tjerat natyrisht që kanë të bëjnë me skenën politike në Kosovë, sonte besoj këtë 50 minuta ose 60 sa do t'i kemi në dispozicion, besoj që do t'jemi të drejt për drejt për të biseduar dhe për çka unë shpresoj se edhe zoti Haradinaj, si çdo kund edhe këtu, kësaj radhe besoj se do t'jetë i sinqert për të thënë gjithë ato që i din dhe që duhet për t'i thënë para publikut televiziv, siç është televizioni Besa. Zotër kryetar, mirë se keni ardhur. Mirë si u gjej, Qas, përshëndetje për ju, për shikues të televizionit Besa, për gjithë qytetarët që na përcjellin. Zotër kryetar, pra fillojmë natyrisht si zakonisht me aktivitetet të brenda Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, kohët e fundit jeni mjaft aktiv, jo vetëm në Prizren natyrisht, por i vizitoni qytete të shumta, bëni aktivitete bukur të dendura, cilat janë prioritetet e aktiviteteve të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe natyrisht ju si lideri i këtij subjekti politik, si parti opozitare, keni edhe angazhime tjera të shumta të cilat po i kryeni dhe po i bëni në kuadër të zhvillimeve politike në Kosovë. Jemi të vetëdijshëm se pritet punë e madhe në vend, në mënyrë që me ndryshu gjendjen në vend, dhe ndryshimi vjen nga ndryshimi në bazë, pra nga vetë organizatat politike. Aleanca e merr me përgjithësi rolin e vetë në skenën politike, pra përgjithësi i merr seriozisht, edhe jemi në terren, pra me organizat i përgjigjemi kërkesave të qytetarëve, interesimit tyre, bashkëbisedojmë me ta, njëkohësisht me shumicën prej tyre dhe bim dakord që me rrugtu bashkë politikisht në mënyrë që përgjithësi që ka ose punë që na presin të kryjmë bashkë. Në Prizren vim rregullisht, vim se e dim rëndësinë e Prizrenit, jo vetëm për Prizrenin, po edhe për rëndësinë që ka Prizreni në nivel të vendit. Struktura e Aleancës në Prizren e udhëhequr nga Lulzim Kabashi, që është edhe në kryetar komune, po kryetar dege, kam rri me rikthy besimin të qytetarët edhe kam rri me ngjall një shpresë të shumë që duke u organizu, duke u bë me Aleancën, muj me përmirësu gjendjen në Prizren dhe në vend. Rrethonat dhe zhvillimet politike në Kosovë, zotëri Haradinaj, si vlerësoni, sepse në fakt tani më partitë opozitare kanë reagime të natyrave të ndryshme, mos pajtime definitivisht edhe me vendimet e qeverisë. Në fakt ju jeni njëri prej atyre bukurizëshëm për mos pajtime për veprimet qeveritare, si vlerësoni, nisur nga demarkacioni, më pastaj tani kohët e fundit tashmë kemi edhe një informacion të ri se tashmë morëm vesh edhe hapësira e Kosovës ka kaluar në mbikëqyrje të Serbisë. Është me rëndësi me u shqyrtu ose me u dakordu se kërkesës ose domosdoshmërisë që Kosova si shtet, me u konsolidu si shtetit drejtës, me u konsolidu si shtet ekonomik, nuk po mbrin me u përgjigj koalicioni tashëm qeverisës, ose pushteti. Pra nëse marrim gjendjen si shtetit drejtës në ndërligj e në parime tjera shoqërore, nuk është gjendja e mirë. Nëse marrim planin ekonomik, nuk është gjendja e mirë. Për fat keq të kësaj gjendje, koalicioni që s'ka mbrimi u përgjigj kërkesës popullit qytetarëve të vendit, po bën shumë investim me mbajt këtë gjendje. Detyra jonë ne tjerëve është me u mobilizu ata që besojnë ose që kanë besim vetën këtë rast Aleanca, edhe nisma edhe partnerët e koalicionit, pra një koalicion rreth Aleancës, me u mobilizu që me marë besimin e qytetarëve dhe me u përgjigj pra kërkesës të vendit për me bo shtetin e drejtës në vend, pra me qenë shtet ligjor Kosova, po ashtu me kriju edhe një shtet ekonomik me mundësi me u jetu. Kjo është ai ballafaqimi ynë, tuaj në mos pajtimet e thella, me qenë se kanë dështu me konsolidu shtetin e drejtës në vend, sovranitetin në gjithë territorin e vendit, kanë dështu edhe
në planin ekonomik, atëherë humbjet vinë zinxhir ose të vazhdueshme. Tani kjo çështja e hapësirës ajrore është shumë diskutabile se si qëndron, meqenëse se sipas bindjes sime, ky është një proces cilin Kosova duhet ta zgjidhë bilateral me NATO-n, pra Kosova mund ta zgjidhë dhe nuk mundet me u zgjidhë çështja e hapësirës ajrore të Kosovës me NATO dhe një palë të re. Pra mendoj se këtu duhet vjen shprehje roli i Kosovës ta zgjidhë, e kuptohet që të marrin drejtën tonë hapësirën ajrore. Kur flasim pikërisht për punën dhe angazhimet të cilat i ka politikisht Kosova, në fakt kohë të fundit kemi pasur një lëvizje të kryeministit të Republikës së Shqipërisë drejt Beogradit. Si ka vlerësuar Haradinaj atë lëvizje ose atë takim të Edi Ramës sepse ka pasur shumë zhurmë se kush mund të flet për Kosovën, sa mund të flet dhe cilat janë të drejtat e Shqipërisë në këtë rast, ose cilat janë të drejtat e kryeministit Rama për të folur për Kosovën. Pa shumë e rëndësi që kryeministi i Shqipërisë, Republika e Shqipërisë në rajon me pas peshën e vetë, kredibilitetin e vetë, fjallën e vetë. Pra për ku do që jem shqiptar, për ne kjo është e rëndësishme, që kryeministi i Shqipërisë, Republika e Shqipërisë, shteti shqiptar, Shqipëria, me pas peshën e vetë. Por është të dhenshme kur këtë peshë nuk e ka dhe Kosova, pra nuk e kryon të vetën. Unë mendoj se një pjesë e reagimeve janë pa vend, për shkak se ma mirë është me qenë vetë kritik, pse ne nuk e kemi peshën tonë, fjallën tonë, kapacitetin tonë veprues, e mos me u anku nëse këte e ka Shqipëria. Pra nuk duhet ne po kërkojmë dytësia, ne vetë nuk kemi kapacitet veprues, ose s'po na përfil dikush, se jemi të nxanur në një dialog pa vlerë, ndërsa ankohem kur kryeministi i Shqipërisë, i shtetit shqiptar, e ka peshën e vetë, pra është e pa kuptim. Po, kur jemi tek lëvizjet politike, natyrisht çfarë vendimi ndonin, sa është opozita e gatshme për të përballur me gjitha tash këtë rast me spajtimet që i bën ndaj qeverisë Kosovës, ose sa gabime të rënda bën qeveria për të pasur mundësi që opozita për të pasur reagime të drejta dhe natyrisht këtë rast sinqerta politikisht. Po opozita ka bë një punë kujdesshme, edhe mendojmë se ja kemi bërë një shërbim të madh vendit, se nuk e kemi lejuar qeverinë ose koalicionin qeverisës me i zbatu dy vendime tepër dëmshme. Bashkinë e komunave serbe në versionin çfarë e ka hedhur poshtë gjykata kushtetuese dhe versionin e gabuar demarkacionit. Pa ne i bëm këto dy shërbime. Qeveria dështoi me lexu drejt situatën pas vendimit të gjykatës kushtetuese, edhe dështoi me lexu drejt situatën edhe pas mos aprovimin nga parlamenti të versionit gabuar të demarkacionit. Sa i përket demarkacionit dështoi mos me lexu drejt se ata kanë shumë shumë kohë me fitu, sikur të hekshin dorë për këtij versioni dhe të inicojshin një proces të ri. Pra po vonohet liberalizimi i vizave për shkak të mos veprimit të tyre. Tani një version është i gabuar, nuk e ka përkrajen politike, nuk ka pse me u humbë kohë, u vepru më meqëm me rastin e ligjit të Trepçës. Pra versionin e parë të gabuar ose të ligjit kesh, i cili u kundërshtu me gjitha ato veprime kundërshtuese në parlament, u hap poshtë, shedhe në versionin e duhur ose të drejt, jo perfekt, dhe ne e votuam. Pra, kjo logjikë është dashur mund ndjek edhe për demarkacionin, me hedh poshtë këtë version, me inicu një proces të ri dhe me kërku përkrahjen e parlamentit. Në planin e ardhshëm tashom, çka bëjmë ne? Ne e dimë se qytetari i vendit është vendimarrësi, kur vi zgjedhjet, qytetari do të vendos për secilin ose do të jap përgjigje gjendjes vend. Na besojmë shumë se qytetari ka me vlerësu, se këta që janë ngarkuar me bë Kosovën shtet drejtës, me bë Kosovën shtet ekonomik, kanë ndëshkuar, se këta kanë dështuar. Investimi i madh i këtyre përmes fushatave, përmes gjithë atij ta quajmë show që e bojnë, për me vazhdu këtë gjendje, tash kuptohet si dëshirë e tyre ose interesi tyre me mbjetu grupacionin. Ata kanë hek dorë me bë Kosovën. Për shembull, partitë në pushtet nuk besojnë më që mund me bë Kosovën shtet të ligjit për gjithë,
ose shtet ekonomik për gjithë që ka dhe një barazi ekonomike, tani ata vazhdojnë me mbajt një përgjithësi vetëm për ata vetë. A është këtu problematik çështja e numrave apo si e llogarisni? Në demokraci parlamentare, numrat shprehin besimin e shprehur. Mirë po në rast se ai besim është gëny, ose është trahtuar, pra besimi i dhënën nuk është problem, është gëny ose është trahtuar, atëherë vlen në rivlerësimi, edhe për këtë ta quajmë ashtu, ndonjëherë veprimi i arshëm të rast është me pyet qytetarin si mendon matutje. Pra duhet me kalu zgjedhje sepse numrat zakonisht janë situata e nisjes, situata e mandatimit. Po nëse nuk është... Po numrat a mund ta shtyjnë procesin e parakohshëm zgjedhor në fakt në rrethana çfarë është Kosova? Po vendimarrja është edhe dije politike, është interes ose kalkulim politik. Unë mendoj se tani partitë në pushtet, koalicioni qeverisës, si kanë bërë shumë punë i kanë bërë vetëm e marrë vendimin me shku në zgjedhje. Cila është arsyeja sipas mendimit tuaj për të shkuar në zgjedhje të reja? Po dështimi... Se ndërkombëtarët megjithatë nuk arritën të pajtohen me një vendim të tillë. Për shembull, Han nuk tha se duhet të shkohet në zgjedhje, pastaj Lunacek e tjerë. Askush nuk thotë se duhet të shkojsh në zgjedhje. Ne jemi tani shteti i pavarur, respektohen për partnerët, ata nuk ndërhyjnë as brutalisht në procesin e mbrëmshëm zgjedhor të demokracisë, ata respektojnë faktin se mandati është deri në 2018, pra është diçka standard. Mirë po ashtu ata kur t'japin kritik, që jeni bllokuar, që nuk po mundeni me luftu krimin e korrupsionin, që keni shumë humbje ekonomike në vend, që keni një gjendje të rëndë, ta zonë raporti i progresit, ai raporti i progresit është direkt kërkesë me bë diçka. Pra, veproni, lëvizni, mos rrini në këtë gjendje, status quo. Mendoj se të gjitha këto rrethana përcjellëse janë poroshi indirekt që duhet me shku vendin në zgjedhje. Zotëri Haradinaj, ka zëra brenda Partisë Demokratike të Kosovës, për shembull, unë jam as po përmendi se ju besoj e dini më mirë se unë, për shembull Buja etj, që flasin për një shkurje në zgjedhje dhe një prishje të koalicionit dhe një koalicion të ri, ku natyrisht përmendet subjekti juaj politik si subjekti i parë. Këtë rast, po kështu ka brenda opozitës, brenda partisë në pushtet, Lidhjes Demokratike të Kosovës, për shembull, që thotë se njëri nga ata veprimtarë thotë se LDK-ja është shumë e dalluar prej PDK-s, por megjithatë ne rrim për shkak të një interesi shtetëror në këtë koalicion e kështu me radhë. Luta kështu ka thonë, kështu me s'më rëndësi ti komentojmë emrat, sa është më rëndësi politikat ose orientimet politike dhe strategjike të atyre. Kur ishte puna e demarkacionit, vërtet unë kam bërë kujdes të madh që me çmu edhe me ia dhënë rëndësinë e vetë votës deputetëve të pozitës. Për shkak se ishte diçka jashtëzakonshme, kur e hetojmë një vetdije që është më shumë se partijake, më shumë se personale, kur dikush del nga përkatësia, nga obligimet e ngushta, edhe mbron interesin e vendit. Çdo zonë të ndonjë partije që thotë se zgjedhjet janë zgjidhje, për mua është reflektim. Pra është reflektim kur flitet për zgjedhje. Si do të ndërtohen eleccionet e ardhshme? Nuk mendojmë se ajo është prekupimi i tashëm. Prekupimin na e kemi aktualisht me ndalë këtë gjendje, mos me vazhdu me ngulfat vendin, mos me vazhdu me këtë agoni, me ia dhënë mundësinë qytetarit le të vendosë. Pa qytetarit do të vendosë kush sa besim do të merr. Për ne, për aleancën, nuk kemi asnjë kalkulim për çfarë do marrë pjesë në pushtet para zgjedhjeve, ndërsa ne dëshirojmë me marrë përgjegjësitë në vend pas zgjedhjeve, pra nuk dëshirojmë me vonu vendin duke ditë sa kohë është humb edhe gjendja sa e rëndë është në vend, por pas zgjedhjeve dëshirojmë me marrë përgjegjësitë. Po kur jemi tek këto zhvillime politike, në fakt si e sheh Aleanca Parlamentit e Kosovës dalje nga kjo situatë, nëse konsiderohet se është një situatë kaq e rëndë me një frym të zonën, siç këtë rast e thatë ju, në fakt si duhet ose çka duhet bërë për dalur nga situata e këtillë. Jo veç opozita, por këtë rast edhe pozita vetë. Shumë drejt. Tash që është një qytetar i Prizrenit, i zakonshëm, me një arsim mesatar, me obligime mesatare, me interesim mesatar, mu e kalkulon nga viti 2008 që jemi shpallë shteti pavarur,
a jemi ma shtet ligjor se sa në 2008, ama pak. Pra i vetë mu e bon kalkulimin, a ka shku Kosova, ka avancimi, ka një shtet ligjor ma i qëndrushëm, ku gjykatat janë ma efektive, ku çdo gjë është ma në rregull, ku e drejta, ku e zvoglu korrupsioni, o zvoglu krimi, e zvoglu ato problemet e mbrëmshme në tonë. Po ashtu një qytetar i prezent, do thotë pa qenë tepër intelektualisht i përcaktuar ose i ngritur ose pa qenë tepër pjesë e politikës, po ashtu ai mu e konstaton. A kemi shkuar ekonomikisht në një rritje që krijon të paktën tregues se do t'i përgjigjet ekonomia e vendit njerëzve të Kosovës dhe s'kem nevojë me mendu për emigrim. Ose për me hin punë me ngjofshëm ose me intervencë ose ku diun. Nëse është kjo gjendje, do thotë këtu dihet, kjo gjendje nuk i dhimbet askuj me u ndërpreje, e me ju dhoni mundësi e re e Kosovës që me i marë përgjithësi dikush me e bo Kosovën, shtet drejtës e shtet ekonomik. Unë punoj ditë e natë që mi a dhonë këtë përgjigje vendit. Pra, me vërtetu se Kosova mundet me u bo dhe me e bo Kosovën shtet drejtës, jo vetëm shtet i ligjit e policor, nuk po flasim ashtu, po shtet i drejtës është një drejtë e përgjithshme, universale në vendin tonë, edhe etik, edhe moral, edhe ta quaj ashtu ligj e gjitha, po edhe drejtë ekonomike, një farë barazije, një farë kujdesi, një farë respekti ndër sjell, në ata që ka ndodhur në tonë, ne mujmë me bo, për këte po punojmë që me bashkue forca politike, intelektual, qytetar, që ndoshta me i fitu zgjedhjet. Nuk po thojmë që do t'i fitojmë me çdo kush, po ndoshta me i fitu zgjedhjet. Një koalicion që kemi me nismen, jemi në diskutime edhe me parti tjera të vogla, kishim me Ballin Kombëtar Demokratik, jemi me AKR-n në një bisedë. Ta shohim si do të shkojnë gjitha këto rrjedha, po qëllimi është vërtet me kriju mundësitë që Kosova me fillu me ndodhë. Pra, ka ndodhë pavarësia, na nuk e mohojmë, jemi të gëzuar, por ende s'po ndodhë shteti drejtës dhe shteti ekonomik në vend. Fillimisht keni qenë një grup i bashkangjitur në grupin opozitar, natyrisht edhe në mes tjerash edhe lëvizjeve të vendosje. Disi duket se tani Aleanca Parlamentit e Kosovës ka një farë kushtimisht ta qojftoje me lëvizjen e vendosje. Sa qëndron kjo? Para që du me thënë është jam e njash lëvizjes vendosje nismës, po shumë kujnë në Kosovë, qytetarëve të Kosovës, shoqërisë civile, medjave, jemi në prezent, du me falenderu qytetarët e prezentit, për një ndihmë të jashtëzakonshme që e kanë dhënë që Kosova mos me gabu, pra me ndalë dy marrëveshje të gabuara të dëmshme, Bashkinë e Komunave, versionin që për fat gjykata e gjeti gabim kushtetuese dhe demarkacionin. Pra, nëse flasim për një mobilizim tonin përgjithshëm, opozitar, qytetar, mos me leju këto rreziqe për Kosovën, vërtet kemi bërë punë. Nëse vazhdojmë me folë për atë se si e projektojmë një tarmen, si mundet me u bë Kosova, këtu kuptohet kemi dallimet tona, jemi subjektet ndryshme. Pra, nuk është diçka e turshme kjo, ose e dhimbshme. Jemi subjekt politik qendër e djathtë, Aleanca është qendër e djathtë, jemi subjekt politik që konceptet tona politike, ta shohim nëse flasim për aspektin ekonomik, i kemi bazuar në taks të shesht, po me lirim për kategori të madhave e të qytetarëve që nuk kualifikohen për taks, e kemi fokusim si përmarrësin privat, krijuesin e vlerës së re ekonomike, pra mundësinë e zhvillimit të tij, ne jemi për ta dhe kemi fokusim familjen, vlerën familjare, institucione e familjes, që e kemi trashëgimie, tradite, diçka të smume. Bazuar këte, kuptohet se atëherë s'ka ndodhur, nuk e mujt me e gjetë formulën më të mirë, si me ndërtu tarmen në një ekip. Pra, ky është dallimi. Zotri kryetari, me thonë të drejtën, Aleanca Parlamentit e Kosovës duket se ka një lloj kushtimisht ta quaj tolerancë brenda subjektit politik. Këtë e thon për 2-3 fakte. Njëri nga faktet parsorë, mendoj se ndoshta i vetmi subjekt politik ka të lejuar të thuash në disa nga komunat që kanë bërë një lloj bashkëqeverisje lokale, për shembull po e përmendi Prizrenin, Gjilanin e tjera, ku ju në fakt jeni me një bashkëqeverisje me komunat, do thotë me këtë rast qoftë me Lidhjen Demokratike, qoftë me Partinë Demokratike. Parimi i marrjes përgjithësive në komuna
është parimi një kujdesi ndaj qytetarëve. Subjektet tjera këte nuk do ta kishin lejuar. Ne kemi parim të deklaruar që në nivelin komunal përgjegjësitë i marrim në të gjitha situatat e caktuara, por me kujdesin më të madh që me qenë llogaridhënës për ato përgjegjësi. Tasom ne në të njëjtin parim kemi marrë përgjegjësi në Prizren, ne nuk mbulojmë një hapësirë të madhe qeverise, dhe nuk e kemi vendimarrjen e parë, se kryetari është i partisë tjetër, po kemi nën kryetarin, disa drejtorë. Mirë po, në këto përgjegjësi që kemi marrë, jemi të kujdesshëm, jemi serioz, jemi të angazhuar që qytetari vërtet ta kupton se kjo është një mënyrë e përgjithshme e veprimit në planin komunal. Tasom Prizren jemi me PDK në koalicion dhe partnerë tjerë që janë në koalicion qeverisë. Në shumë komuna, ka dhe komuna tjera që jemi me PDK, për shembull në Dardan, në Kamenic, me sa diun ka dhe një tjetër, po tash s'po vjen me herë. Jemi në disa me LDK, sikur në Lipjan, në Ferizaj, në Gjilan, tasom. Në Prishtinë jemi në koalicion me vetëvendosje. Pra, ky është një parim, besoj bukur i drejtë në planin komunal. Pra, jo të gjitha temat janë nacionale, politikat ma. Disa obligime, angazhime e marrjet përgjegjësisë qeverisë janë shumë të thjeshta. Janë mbledhja e Borllogut, është furnizimi me ujë, janë administrata, janë aspekte tjera të jetës, të cilat nëse ti e merë përgjësin, ta zonë ne në Prizren kemi një përgjësi të kufizuar, pa ty ku marrim përgjësin, mundohemi vërtet me qenë llogaridhënës dhe të përgjithshëm. Kohët e fundit ka disa aderime, s'paku zyrtarisht i keni bërë aderimet e shumta në qytetin e Prizrenit. Prizreni thush që nga pas lufta nuk ka lëvizur aleanca me shifrat e fituarët ose përqindjes fituesve në zgjedhje. Si e vlerësoni tani, sepse ardhja juaj pak më shpesh, aderimet pak më të publike s'paku, se nuk di çysh e por më publike keni pasur se herave tjera. Ne jemi kujdesshëm me përgjithësinë që kemi në Prizren, me rëndësinë e Prizrenit. Prizreni është vlerë e jona, e Kosovës, e shqiptarë, është vlerë edhe më e madhe se sa vetëm e jona. Edhe ne vim me respekt në Prizren, me qytetarët e Prizrenit, me gjithë ata që e ndajmë njëjtin fat, kemi njëjtën përgjegjësi, kemi një kujdes për komitetet etnike që bashkëtojmë me ato komitete, është shumë rëndësi që edhe ata me kuptu se çfarë Kosovë dëshirojmë me ndërtu, çfarë Prizreni, pra një Kosovë për gjithë. Por ndryshimi ka ndodhur tek kryetari, Lulzim Kabashi, ai e ka sjell ndryshimin, ju jam mirënjohës gjithë kolegëve të aleancës, ja kanë dhënë një përkrahje pa rezervë, këtu dhe kryetari më hershëm, Fatmir Kastrati, po plot kolegë tjerë. Ky ndryshim po na mundson, pra kjo punë e kryetarit Kabashi, po na mundson që të jemi me qytetarin e Prizrenit, të lidhemi me qytetarin e Prizrenit, edhe Prizreni kthehet në një vendimarrës, jo vetëm në Prizren, po dhe nivel veni. Pra ka një ndryshim, po e quaj shumë serioz, në gjendjen organizative, rritje, edhe kualitet ka shumë ma shumë në aleancë në Prizren. Do të kalojmë pak tek një fat për atje dhe ku ose nga pjesa nga ju vini, fjala është nga ushtria shqiptare e Kosovës, atje në fakt do të flasim pak për veteranët. U bë pak ka shumë zhurmë edhe për ato pak ndihma ose ato pak paga tulta, nëse guxojmë të quajmë paga, ato 170 euro sa janë premtuar për veteranët, megjithatë u bën një farë zhurmë brenda qeverisë se nuk do të ketë paga, mezi u arrit e tjera. Se edhe po kështu ka pasur shumë zhurmë për problemin e listave, jo listat janë të fryera ose të jo reale, ku ta diun. Bile ka pasur edhe të astilla akuza se në fakt duka gjeni e ka ma të shtuar pak shifrat e veteranëve se të tjera. Sa qëndrojnë këtë këto, se pari fillimisht, sa është e drejt lutë me statusin e veteranit, dhe në këtë mas, për shumë ato 178 mos më arrijet të sigurojnë një qeveri. Sepse për këtë edhe pse një opozit me gjithat vini nga e pjesë që duhet ta marrni një lloj përgjegjësie besoj. Po, me respekt, unë nuk kam qenë nga fillimi në hartimin e ligjit ose të kritereve, se s'kam qenë në Kosovë, edhe nuk kam marrë rol direkt në etapën e parë, rreth kësaj teme sa i përket veteranëve, por si që një lufta e Kosovës i ka specifikat e veta, lufta për liri.
Unë jap për shembull dallimet ose specifikat, po ja marr një shembull kosharen. 9 prill, 9 qershor, 120 vet vramë, 2 vet në ditë. Merren ai situatë tjetër luftarake në Dugaxhin, intensiteti i luftimeve, numri i pjesëmarrësve, numri i vramëve, shkatrimet. Nuk duhet njerëz me mugut fort, me thonë o numri i madh o numri i vogël. Kur jemi konë ditë kiametit, kem pas qef me pas njerëz rreth veti, nuk bën kështu me bëu si kategorizimesh, nuk ka numër të madh vogël, ka çtacion. Kriteret janë zjerë, kush i kalo kriteret, pra është pak e dhimbshme se kjo nuk po ditë as kush i vërtet, as kush i rrajshëm atëherë. Si po thojnë ka të rrajshëm, s'ki nevojë me fol, nëse ka dana që diçka s'është në rregull, merru me te. Por jo me dal me u bë kjo punë pa çavër ta çuj ashtu për ditë me këto tema. Qeveria duhet me qenë serioze. Kanë nxjerrë një ligj, kanë qitë kritere. Nëse diçka me ligj vjen mirë, diçka jo mirë, me tatim ne i marrin taksat. Punoj me ligj, më fal. E tash atë thojmë ana pas po na pëlqen ligji. Në rastin konkret edhe kur ki me dhon, nuk mundesh me thon tash po më pëlqej fakti që duhet më dhon. Ose më ka dalë numri i madh, po ne ndoshta na del numri i madh me pagu tatime. Po ligji duhet më zbatu, qeveria ka nxjerr ligj, kritere, ata që i kanë kalu kriteret duhet me i marrë beneficianet. Unë jam për me i avdhon të beneficianet dhe mos me ofendu, askem në emër të çka do qoftë që vepro nëse ka diçka që s'është me ligj, me kriter, me procedurë, vepro, kryj punë. Po jo me dalë gjithkohë me anku për numrin e madh. Sa mendon se veteranët në fakt kjo edhe me vonesë, natyrisht për 16 vite, 17, por sa mendon se veteranët kanë një status meritor brenda Republikës së Kosovës? Tani, ky ligji ynë është një, ta quaj ashtu një ligj që ju ka përgjigj një kategorie shumë specifike veteranëve të luftës. Ekziston një ligj për familjet dëshmorëve, për invalidet. Ekziston edhe një regulativ për familjet e martirëve, të civilëve, po të gjitha këto Kosova nuk i ka barë, as financiare, as ekonomike, mos harroni, nuk është këtu problemi. Shumica, unë jam veteran, po unë kam pagë, nuk e marrë beneficianin. Të çfarë do beneficianit luftës, është numër i madh i njerëzve që nuk i marrin këto beneficione, ose janë policë, ose ushtarë, ose ku po di unë falni, po domethënë se jo të gjithë janë kategori sociale. Edhe perspektiva e jetës e thotë që ky është status. Nuk konsiderohet vetëm si pare. Për shembull, familjes dëshmorit që i kanë dhënë pagën ose sumën e caktuar për dëshmor, tani janë ardhur një pension pleqërisë atje. Po këto janë ndame. Paga paga e familjes dëshmorit është status. Nuk është përgjigje sociale mos me lënë me dekun i familjes dëshmorit. Sa ta keq kthyj edhe atë pagë, vetëm ja kthyj djalin. Pra nuk është kjo, si kur po t'jap ty 2 paga si profesori që punon në universitet, edhe në parlament të s'bëni marrë 2 paga fishtit, kjo nuk është njajtë. Ai njeri ka dhënë birin e vetë, e ti anal tani pensionit pleqërisë si po t'a japin për këta. Ka disa gjana që duhet me rregullue, janë bërë disa shkelje në ligjin për dëshmorët, nuk janë përfshi, paktën për 90 s'ke mujt me i përfshi, se s'është numër i madh, ndoshta shumë numër i vogël, po s'janë përfshim, për shembull Afrim Xhitia. S'është me këtë ligjë dëshmor. Pra ka ngeqje, por këto defektet e legjislacionit të Kosovës për këto kategori të luftës vijnë nga fakti se nuk i kemi përfshiu që kënë si kategori kushtetuese. Si rrugtimi ndaj liri edhe si forca jonë e lirisë. Po ta kishim vu në kushtetut në një nem caktuar edhe kategorizue u që kënë si situatë kushtetuese, atë legjislacioni do të ishte shumë më i saktë, shumë më preciz. Disa për këtyre ligjeve janë në formën e vetë një fajnë provizimi. Por kthehemi përsëri tek dy ato çështjet me cilat edhe ju u morët, fjala është për unë po flasësh për demarkacionin. Në fakt çfarë punë, sepse ajo punë u shty deri më tani, nuk kaloi kjo si çështje. Megjithatë çka do të ndodhë me demarkacionin me malin e Zi dhe pritet pastaj demarkacioni po kështu me Serbinë dhe po sa tjetë Kosova e banuar për njerëzit vet nuk kalon ky version. Do të ta mund të prit 1000 vjet, 100 vjet as dojnë, nuk kalon ky version. Fani.
Po është gabim pse s'po veprojnë me proceset, pse nuk po e hedhin poshtë e me rinis në ai proces. Mos me vanu Kosovën në liberalizim. A pat qeveria do thot disa nga deklaratat megjithatë sa ka qenë bajtuar opozita se pikërisht kjo çështje e demarkacionit lidhet me liberalizim vizash? Që sot në Kosovë gati edhe fëmija lidin që ky version nuk kalon. Edhe ka një vjet nështë ajo bashkësak në kohë, po ka shumë mujë që Hashim Thaçi din që s'kalon në ky version. Kadri Veseli din që s'kalon në ky version. Isa Mustafa din, sot to po din gjithë nuk kalon në ky version. Atëherë çka po preshin ta? Pse këta s'po ndërmarrin veprim tjetër, pse s'po hudhin poshtë ose pse s'po rifillojnë një proces të ri. Pra, pse i thu opozitës ti hajde të merren vesh. Qysh mu marr vesh? Ky version nuk kalon, ky ka ra, nuk mu e kthen kush mo njët, se është temë shumë e ndishme dhe këtu nuk do të bëhen kompromise çfarë do natyre, ata duhet mos me vanu e qytetarin e Kosovës, mos një vanu liberalizimin, me njëherë me rifillu një proces të ri në këtë temë. Bie fjala nëse arrihet që do thot merret ose të rregullohet ky si çështje, çfarë pret Kosovën, pret liberalizimi i vizave? Si qëni, liberalizimi i vizave është proces standard edhe ekziston një negociim standard të quaj ashtu i BE-s. Kushtin ose demarkacionin si kusht e ka ofru Kosova, si kontribut vetin në atë paketin e punëve që do t'i kryjnë Kosova. Luftën për luftim të krimit organizuar dhe korrupsionit e ka kërku BE-ja, demarkacionin e ka ofru Kosova si kontribut vetin, shtesë, për në procesin e negocimit për liberalizim vizave. Pra nuk ekziston si kusht standard, është produkti Kosovës. Kosova e ka ofru. Kosova e ka ofru gabimishte. Ka bo gabim kushdo udhëheqja jonë që e ka ofru kështu. Tani ajo është pjesë tema ose kushteve për liberalizim vizave. Vetë një mënyrë me dalë për këto është me rifillu një proces të ri. Jo me këte. Ky s'kalon. E ka pasë në parlament zoti Mustafa, e ka tërheq. Është koalicioni më i madh politik që ka ekzistuar ndonjëherë. Me mbi 90 vota i ka ky koalicion. Pra ky koalicion ka mri me votu deri në 93 votë ose 94. Nëse ky koalicion se kalon tani këtë, e s'po përkra, kush do ta kalon këtë version? Pse po ja humbin kohën Kosovës? Kthehen e prapa, rifillon procesin, si në versionin e drejtë. Kur flasim për krejt këto zhvillime dhe për krejt këto çështje, megjithatë duhet pak të kalojmë tek një çështje pak më e hidhur e këtyre ditëve natyrisht që kanë ndodhur. Me që jemi në prizren, ju keni deklaruar me thënë drejtën, keni qenë pak sa më i motor se disa nga liderët tjerë të opozitës pikërisht për rastin e Astrid Tearit. Në fakt ka ndodhur qytetin e Prizrenit, si vlerëson Haradinaj veprimin e tij, dhe në fakt si vlerëson tani gjithë këtë kundërshtim të lëvizjes dhe vendosje dhe me një farforme deklaratat publike të këtë rast krye prokurorit apo ndoshta këtë qeverisë e tjera kështu me radhë. Logjika jame në këtë temë në rastin Deari, pa i thonë ato që i kom thonë mos mu përsërit, është shumë e thjeshtë. Nëse është diçka që nuk ju përshtatet. Jo, lutem, është shumë e thjeshtë. Shiqoni, tash nuk po flasim mo as për dhimbjen, as për familjen, as për treun që e humbëm. Do nuk po i kaloj kryen ato që janë do kohë që ka bëhet këtë temë. Përgjithësia në kësi rasti që ta zonë njëri ka vdek në borë, kush do që të kishen? Po edhe njëri aktivist i subjekti politik, ose një aktivist politik, duhet me u kërkue përgjithësia morale, përgjithësi politike edhe ligjore. Pra është normal më gjithë, me u konstatu ku është përgjithësia, sa ka përgjithësi, ku është dhëtë nëja përgjithësi. Pra është krejt normal. Në këtë rast, nëse kjo është vetë vrasje, kërkohet përgjithësia për morale, politike, ligjore, ku do që është, du të mu kërkue, ku ka ndodhë lëshimi a gabimi, sa në lëshimet e gabimet, ku sa du të me dhonë llogari. Pra, po thëmë, është për mu nuk është e nevojshme që me u qujt vrasje, ose me u vërtetu që është vrasje për me kërku përgjithësi. Se në parimet e mi ashtu, humbem një reun tonë, humbem një bashkëtetar, të çmuar,
humbem fëmijën e një familje, humbem dikën që si aktivist politik ka besu në Kosovën e vetë, pra kjo ka ndodhur, e kërkojmë përgjegjësinë. Pra për mua nuk është obligative edhe nuk ma përmirëson ose nuk ma jep një situatë tjetër me kërku llogari nëse s'është ta shoh duke qenë vetëm vrasje. Edhe për këtë unë kufizona. Pra nuk është e tëra, është vrasja vetë vrasje. Se dhe në vetë vrasje në këtë rast kërkohet përgjegjësia, gjithkund botë kërkohet. Ndërsa, tani, a dëshirojmë na me e konsideru këte si tregus se ku ka mbri Kosova. O e dimbre ku ka mbri Kosova, se jemi të i vdek për shkak qëndëtësis dopt. Jemi të i vdek për shkak gjendjes ekonomike, sa familje tonat, tash na kur po flasim tu ose s'kan energji, pas mu i mungro, ose e kanë ushimin e kufizum, ose s'kan xheme, ose jetojnë kushte mizerje. Pra për mu nuk është nevoja që me marë këtë rast për me tregu si është gjendja në vendin tim. Kur unë po them se këta kanë dështu me bo shtet drejtës e shtet ekonomik, unë po e shpjegoj që ka ndodhur me Kosovën. Pra ky është parimi, edhe më duket disi jo në rregull, edhe këta nuk e thon për atë shkuj, po t'ishte një minister i vetëvendosur, sa i alancë, sa i nisme, sa i PDK, sa i kujtë qoftë, po kjo e sonja që erë ministre tani, si e pa temin kjo e reja, s'mund është me lypë llogaria saj. Qysh me lypë, aja që janë 3 javë musafire. Ti nëse vërtit e ki parim to që e ka kërkon, o interesau kush ta ka kriju këtë gjendje. Pra, për Ministrinë e Drejtësisë, po, interesau kush ta ka kriju, nuk mund është, aja është musafire, aja ende se ka kuptu agendën e vetë, portfolin e vetë, kush çka, kush është çka bën. E ta shqep të tërheqje, po jo vërse dikush e ka kriju këtë gjendje. Nëse bashkë vërtet e kemi parim edhe po na intereson. Megjithatë ka pasur një, do thotë një shkakim të stafet menaxheral këtu, por tjetra ka ndodhur se brenda burgut ka pas protesta. Po shiqa, unë mendoj që tani se a është këni lloj politizimi këtë rast apo? Jo, duhet më i pa realisht. Në këtë rast përgjegjësia është zarë mu identifiku, nuk ka çast thjesht. Kush o përgjesh për këtë që ka ndodhur, disa raste o zinxhir, disa raste konkrete, mund të ndodhë që drejtori i burgut bash asnjë faj që ka që ai që është kërku. Po i ka ra si përgjegjësi objektiva, ta quajmë ashtu, të hierarkisa diçka, se mund ndodhë që vetë ai nuk ka faj. Ai është një njeri, ma në familje, e ka një punë, mundohet me kryjë qatë mundet në rëthanat që në Kosovë, nështë nuk është qaj që dash më shkarku. Po i ka ra hise, për këte për thëmune që nëse dëshirojmë me kontribu në shoqërinë tonë, ka ndodhur një e keqe, po na mos sillemi pa parime, ta sillim gjithë me parime. Të vërtetojmë se kërkesa jonë buron vërtet për diçka drejt. Po duam përgjegjësi edhe morale, edhe politike, edhe ligjore, aty ku ka. E aty ku ka është kush do që është meritor për një gjendje të tillë në sistemin tonë ligjor. Edhe atë region të kushin ata arkitektet që e kanë shkatru sistemi ligjor, që kanë ndërtuar një sistem gabum, që e kanë pru gjendjen këtu ku janë. Për shembull, për mu fare nuk e shpjegon kërkesa me dhuratën, Ministrin e Drejtësisë. Fare se kërkon kjo kërkesa me dhënë e dërheqje, nuk e shpjegon fort. Na muj me kërku kërkesa tilla po. Prit para se në rrita ajo, kush e ka përru që gjendje. Po, në fakt tani më kur po bisedohet të thush edhe për problemin zgjedhor dhe gjithë shka tjetër që vjen në këtë renditje, zotër kryetar do thot me shifrën, me numrin e ditëve të shifrave, kur pritet, edhe sikur të doj Kosova shpall zgjedhje, kur pritet kemi zgjedhjet e radhës? Flas për procedurat ligjore. Edhe me procedura ligjore dhe sikur sot shpallën, kur mund bëhen ato? Tash besoj që pas kësaj zgjedhjeve ndërnas që janë në proces të shifër, ku ne garojmë me zotin Isa Xhemali, që është një kandidat serioz, po pas këtyre zgjedhjeve besoj do të ketë diskutime për mundësinë e shpalljes së zgjedhjeve. Pra mund pritet atë në vazhdimsi momenti i shpalljes. Këto janë zgjedhje të jashtëzakonshme, në këtë rast të shkojnë 45 ditë, në afatin kohor 45 ditë, nëse do të ishin shpallën dhjetor,
atë du të mi bëjt një janar ose në fillim të shkurtit, por pra mund të flitet edhe për afate më të shkurta kohore. Sa janë përgatitur subjektet politike për të bërë një fushat dimrore për të çedhje, për shembull, qofshin të përgjithshme ose ato të komunale, në rastet të veçanta? Mendoj se të gjithë e kuptojnë se janë kohra bukurjetike, momente bukurjetike, në atë parë qytetarët e din e kanë kuptu sa rëndësishme është vota e tyre ose vendimi i tyre. Tani pyetja shtrohet, a dëshirojmë me vazhdu këtë gjendje? Pra, këtyre që jo është dhanë besimi, e s'po mujnë me e dhanë përgjigjen ose me kriju shtetin e drejtës edhe shtetin ekonomik, apo dëshirojnë me orientu të forca tjera politike. Aleanca e ka dhanë një ofertë, pra ka kriju një koncept politik zbashku me partnerët për me i marë përgjithësi. Është edhe për shtet drejtës edhe për shtet ekonomik në vend, edhe ne besojmë që jemi të gatshëm, pra jemi të përgatitur edhe po punojmë, ekziston mundësia, pra është një proces, por ekziston mundësia që t'i fitojmë të zgjedhje, pra ta marrim përgjegjësinë e plotë për vendin. Zotër kryetar, ju keni një bashkëpunim të mirë me subjekte të caktuara politike, por ndoshta edhe vetëm me qeverinë shqiptare në fakt, çfarë ka ose cili është raporti i aleancës në këtë rast me qeveritë aktuale ose me qeveritë opozitare në Shqipëri? Ne kemi traditë që marrëdhëniet ndërshqiptare i kemi të mira, i kemi të vazhdueshme, pra jemi tepër të kujdesshëm marrëdhëniet ndërshqiptare, mes shqiptarëve, jo vetëm si e djathtë kemi partneritet me Partinë Demokratike të Shqipërisë, me Partinë Demokratike Shqiptare Maqedoni, por ne nuk e izolojmë ose nuk e ngulfasim marrëdhënien vetëm në këtë aspekt, pra unë e komunikoj rregullisht me institucionet e shtetit shqiptar, me kryeministrin, me kryeparlamentarin, me gjithë tjerë, edhe jemi të kujdesshëm këto marrëdhënie, edhe secili nga ne duhet t'i kultivoj këto. Sa më shumë shkëmbimet ndërsjella do të afrohem, do të kuptohem, do të fuqizohemi, pra është në dobi të ndërsjellë që të mbajmë komunikim. Nuk duhet, edhe nuk besoj që është në rregull nxisim debate artificiale për këmbë të dytë, se s'ka këmbë dytë nëse e shqiptari je, nëse si e. Po, këto me që thëtë në Kosovë tani më të madhe kanë marrë nështë më shumë në për studio televizive, se sa në fakt diçka të këtillë. Çfarë mendimi ndani pikërisht për akademinë shkencore, akademitë e Kosovës, sa punojnë në Kosovë, akademia e Kosovës sa punon pikërisht për këtë çështje, për të dhënë sqarimin zyrtar dhe natyrisht profesional se ka ose s'ka dy kombe, sepse tash tjetë kombi Kosovës dhe kombi shqiptar, dhe pastaj si mund të identifikohen shqiptarët e Kosovës këtë rast? Unë nuk jam i kualifikuar me vlerësu akademitë tona të shkencës. Megjithatë puna atyre nuk kanë drejtë, as nuk kanë bërë në punë konkrete. Njerëz që kanë bërë rrugë në shkencën, janë deri në dy anë të kombit, po edhe kudo që janë akademikë shqiptar, i kemi rastin e plot këtyne që edhe i kanë prije kombit me të arritura, me suksese, pra mendoj se jemi disi si për ngutës, di pse po na ngutet ne me dita është edhe i kombi dytë. Sikur mos ta kishim kombin hiç, kishim qenë njerëz pa komb, e po na ngutet me dita jemi kosovar. Po na jem shqiptar. Çka na ka kap kjo nguti me dita jem kosovar? Na kemi shtet që është Kosova. Po kombun e kam, unë jam shqiptar, tash si me qenë tjetër, shqip po foli. Pra është e pamujshme ti mu me mbo tjetër. Por zhvillimet e përgjithshme të Bashkisë Evropiane dhe të Evropës, a shtyn procesin për të pasur një përbashkim kombëtar Kosovë-Shqipëri? Po nuk i dim këto se nuk janë to tani urgjenca, ta quaj ashtu, nuk është vështirë me fol për këto. Çka është me rëndësi është që Kosova me u konsolidu, pra sot duhet me ju përgjigj pyetjes, a mund me e bë Kosovën shtet? Se na kemi hap këtë pyetje. Na do të më dhoni përgjigje, na nëse mësohet me lënë punë gjys. Ne kemi shpall vetën shtet e po lënë gjys. Pa të çfarë do bie sjellim kombit na si përmes bashkimit, si përmes çfarë do forme tjere, nëse na jemi mësuar me lënë punë pa kryme, gjys. Na thënë me qenë njerëz serioz,
Kosova, jo vetëm shqiptarët, po edhe komunitetet etnike. Komunitetet etnike janë pasuria jonë. Ata që bashkëjetojnë me ne janë pasuria jonë. Na jemi këtu një palë njerëz jemi në këtë vend, e ndajmë këtë vend, Kosovën, vend dashur. Ne duhet të gjithë së bashku me u përgjigj kësaj pyetje, me po muj me bo Kosovën. Kur ta bojmë Kosovën shtet, e gëzojmë, mund ta pyesim veten edhe punë tjera. Mund ta pyesim veten, a mos u jemi bashku me Shqipërinë. Po nuk është pyetja sot reale, edhe që po na rëndon neve se a muj me të përmbyll bërjen e Kosovës. Me shtri suverenitetin veri, me na njoh peshja BE-s, mu vë antari NATO-s, nëse dëshirojmë një herë me u bashku me Shqipërinë, ti mu i hek dorën nga gjitha. Mu i hek dorën dhe nga Usha, NKB, edhe nga antarësivi këto s'ke nevojë për 2 antarësime, 2 flamojt i këto, ajo është vendim që nëse vjen një herë na ja japim përgjigjen. Po sot ende se kemi kryer vendimin e parë, ende që kemi përgjigj vendimit ton, e kemi shpallë veten shtet, e s'po e bojmë shtet si duhet. Kemi deklarata politike nga liderët serb se në fakt po shpresojnë rikthimin e tyre në Kosovë, pastaj kemi edhe liderët tonë, cilët po thonë se Serbia po zbaton një politikë pro-ruse, shumë po e proklamon pranë Kosovës ose para Kosovës. Është fukarallaki i Serbisë, propaganda se do të ketë ndonjë influencë në Kosovë. Ata e dinë që është e kundërta. Proceset shkojnë krejt në kundërtën. Shqiptarët janë një popull i ri, dinamik, e kanë një gjallëri të jashtëzakonshme, janë në ekspansion, për shkak se u ka mungu mundësia me qenë të lirë, me lulëzu. Ata e dinë që trendet janë tjera, pra është një mashtrim optik që ja bojnë vetës, popullit vet, po e kundërta është. Mos harroni që krijimi i vlerës së re të shqiptarët është në proces shpejt. Sot kemi shumë fëmijë të shkolluar jashtë në përbot. Sot ka shumë mundësi. Shqiptarët nuk janë më shqiptarët e dikurshëm që kanë qenë të lodhun që çdo kush ka mujt me boça ka dashte, ta jo. Shqiptarët janë më në fund zot të vetës. Pra Serbia e dinte, edhe ata ndoshta rezultati i kësaj edhe nganjëherë ta quaj ashtu i kanë ato panikat e veta. Që s'duhet me pas panik se shqiptarët nuk kanë ndonjë pretendim çfarë do të qoftë mbi vlerat e askujt, respektojnë vlerat e tjerëve, të çive tanë, respektojnë drejtën e tyre, por mos ka shqiptar inferior, ka kaluar kohë. Por i kthehemi tek subjekti juaj politik, çfarë mund të themi se cilat i ka prioritete Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, qoftë për zgjedhjet që po i presit të organizohen ose qoftë edhe deri në fund, por në fakt prioritete përsorë cilat janë? Shtetin e drejtës edhe zhvillimin ekonomik. Pra shteti i drejtës në kupton duhet me u kthy besimin në shqan sistem politik, në ligj, në organet ligjit e terrenit, shteti i drejtës. Edhe serbin veri duhet me i besue shtetit drejtës në Kosovë, çdo kush duhet mundi në vend që është në shtet drejtës. Zhvillimin ekonomik, mobilizimin e resurseve që ka vend, jemi më të pasurit në botë me resurse minerare, me çmyr, e jetojmë kaçkeç, ose nuk kemi energji elektrike, ose kemi më shtrejtën në rajon. Nikosisht qëllim ose prioritet do ta kemi edhe shëndetësinë. Pra mendojmë me i dhënë një përkrahje të veçantë shëndetësisë. Dëshirojmë që njeriu i Kosovës, nëse smuhet, me qeni garantuar se ku do të shërohet, pra me pas të garantuar shërimin në vend. Këtu e kemi fokusimin, jo vetëm në sektor publik, edhe në sektor privat, po një shëndetësi që qëndron. Por në fakt përveç shëndetësisë, çfarë prioriteti ekonomik ka, sepse pa zhvillim ekonomik nuk mund të vinë mobilizimin e resurseve, mobilizimin, aktivizimin e resurseve të vendit, pra resurset ekonomike të aktivizuar. Pas pak ditësh do të bëjmë edhe publike, pra strategjinë zhvillimore 2017-2025, elementet bazë e strategjie në çka bazojmë zhvillimin ekonomik të Kosovës, por po ashtu ne dëshirojmë me u kthy sipërmarrësve private. Keni pa që Kosova ka bërë një farë eksperiencë me ju dhënë grante ose me i përkrah farmert, por Kosova s'ka përkrah sipërmarrësit, pra kompanitë ose prodhuese ose përpunuese ose shërbyese, USAID, organizatat e huaja kanë dhënë pare të kompanitë tona vendore, pra të firmat tona, ndërsa Kosova ende s'jep. Ne dojmë apliku një program gjeshëm me USAID-in, me i përkrah bizneset vendore. Ta zonë me Prizren, janë disa mijë biznese vendore që janë vogla e të mesme. Nëse Kosova më rinë të ta me grante, me pare që i dedikohen
planeve tyre zhvillimit, që kish pas me qeni shumë nga 5.000 e ma shumë era, varsisht prej kapacitetit kompanisë, atëherë ne do ta kishim më njëherë një nisje ekonomike, një pozicion më të qëndrueshëm prodhuesve tanë, përpunuesve, të shërbyesve, pra do të ishin konkurrues në treg, por do të gjenerante më njëherë vende të punës. Zotër kryetar, krejt në fond, çfarë u desh t'ju pyesuni dhe që nuk ju pyeta, por që ju do të ishte mirë më afër të shikuesve sonte e këtë rast natyrisht edhe iftarëve të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Faleminderit Çaz, unë veç dëshiroj edhe një herë me i urue shqiptarët 28 nëntorin, është dita që na bashkon vërtet pa marrë parasysh çfarë do përkatësie. Dëshiroj me i falenderue të gjithë ata që kanë bërë shumë për lirinë tonë, të shqiptarëve, ata që janë fliju, ata që kanë bërë punë të vazhdueshme, dobishme për lirinë tonë. Me falenderurisht e përkrasit të shqiptarëve që i kanë ndihmuar shqiptarët në etapa ndryshme që t'jemi kështu si jemi, urime. Ju falenderoj shumë që ishit me ne, duke shpesuar se të ardhmen bashkërisht do të qëndrojmë dhe do të bisedojmë ndoshta edhe për zhvillimet ekonomike, për prioritetet tjera që do t'i ketë Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Pra, miq të nderuar të televizionit Besa, këto ishin minutat që i kemi rezervuar pikërisht për të bashkë biseduar dhe për të mësuar më shumë për Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës përmes kryetarit të saj Ramush Haradinaj. Deri në emisionin tjetër të radhës mirëmbëjtje dhe shumë të mira. Faleminderit shumë. Faleminderit.